Të dashur shqiptar, juve nuk duhet të dilni pasdite në protest. Nesër në mëngjes rrethoni të gjitha zyrat pa kthim deri në dorëheqje me kusht sekuestro kontove pronave të ndërhyjë SPAK dhe Amerika vetëm dashtë Zoti vend të dorë, sikur kam thënë prangat ai në zyri i meriton. Nëse nuk bëhet ky precedent dhe ata që do të vinë pas do ta kenë më të lehtë. Ha e thjesht, nuk do të vjedhin nga 2 miliard në vit, po 1 miliard. E do thonë, po ja, kemi bërë do punë. Dhe ky maraz i akumuluar në 35 vjet do ta gëzojnë përsëri 35 vjet të tjera, ky brez i ri që do të vijë. Dhe kush është ndryshimi? Nëse akuzojnë për vjedhje, vrasje, genocid shitjet e Shqipërisë me dorëheqje, a jeni në vete o shqiptar? Si ju nxë goja këtë fjalë? Kur juve dënojeni me burg pse nuk paguani dritat, po ai që vjedh miliardat dhe shes Shqipërinë. Çfarë dënimi ekzemplar do duhet të ketë? Sigurisht, gjotin franceze atje nuk ka, por të paktën shteti duhet të funksionojë dhe duhet gjendur disa burra nënash, prokurorë dhe gjyqtar të bëhen heronj legjendar të shqiptarisë.